48 orë patën kohë të pushojnë dhe të mendojnë. Mirë po, as në këtë ente nuk është që urat kalojnë kohë të gjatë në parlament e të lodhën fort deputetët të zgjedhur. Në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, pas asaj të dështuar para 2 ditësh, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ishte ndryshuar qëndrim sa i përket votimit të raportit të komisionit për verifikimin e mandateve. Pa ndryshueshëm. Nuk i votoni raport? Natyrisht se jo. Veç se për Partinë Demokratike të Kosovës, gjërat në politik mund të lëvizin shpejt. Qëndrimin e Partisë Demokratike do ta thojmë kur të jemi para sëmimit në seancë. Kurse heshtjen në pyetjet e gazetarëve e ka si përgjigje kryeministri i dorëhequr Albin Kurti. Zoti Kurti janë një dorëzuar aktin e dorëheqjes. Shenja optimizmi shfaqet deputeti zgjedhur Fatmir Limaj. Inshallah shpresoj që sot konstituohet kuvendi sipas procedurave. Anise seanca u caktua për në orën 12, një deputeti tjetër nuk ju bë vonë ardhja. 12, por tash arrita, kisha të sa punë. Si kalut? Do të kalohet ndërshësor? Nuk e di, sa nëzdi. Ka marrë me kry punën tamë. Për sagën e krijuar, ku të zgjedhurit e popullit nuk po arrin as ta bëjnë betimin për legjislaturën e 9, ka një përshkrim interesant. Bek Berisha i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Deri që tash jemi të luajt mas gulle. Që mi hinë fush hala. Kë raport duhet më kalu. Mirë po, për situatën e krijuar nga partia fituese e zgjedhjeve të nëntëshkurtit, gishtin po e drejtojnë tek subjekte tjera politike pasuese. Qeveria ka të ndorëheqje sepse nëse nuk do të kishin dhënë ose nëse do të kishim ndonjë shkelje kushtetutore ose diçka tjetër, KQZ-ja nuk do ta kishte bërë certifikimin e mandative të deputetëve. E krahas krejt këtyre zhvillimeve, deputeti nga ulset e garantuara, Nenad Rashiq, beson që partia prej 48 ulseve do ta bëjë shumicën kur t'i vjen koha. Baza është 48 e pastaj. Po. E pikrisht njëra deputete e zgjedhur prej shumicës parlamentare, kur arriti në kuvend, nuk parapëlqeu të komentoj. Besoj sot i shenit gjitha.